Përshëndetje nga Bletarive D. Ere sot po bëjmë kontroll tek këto kolonit. Kjo është kolonia e fundit që unë kam po bëj kontrollin dhe ta shoh nëse prej mbretëresha është fekonduar apo jo. Sot jemi me 23 tetor. Kështu që unë, siç ju kam thënë edhe në live ose në video tjera, unë edhe në tetor bëj ndarjen. Por këto nuk janë bërë tani, këto janë bërë nga 10 tetori që kanë qenë bogati që buk, mbretëreshat kanë lindur. Sot është diku dita e 8 pasi ka lindur mbretëreshat. Dhe ti jedhim një sy ta shohim është fekonduar me sukses apo jo. Se siç ju kam thënë edhe në për live ose në për video tjera, unë gjithmonë edhe në tetor i bëj disa ndarje. Këtë vit kam bërë 5 ndarje dhe të 5-ta janë me sukses. Të 5-ta janë fekonduar dhe janë super. 4, kjo është e 5-ta, do hapim ta kontrollojmë tani dhe ta shohim nëse është fekonduar apo jo. Se nëse në moment që nuk është fekonduar, normal që do e bashkojmë me një blet tjetër. Edhe do ju them se si do vazhdoj procesin nëse s'është fekonduar. Nëse është fekonduar, atëherë jemi super. 4 tjerat ishin fekonduar, kishin vazhduar me pjelljen. Kështu që po i hedhim një sy dhe kësaj dhe ta shohim. Sepse shumë bletar nuk e preferojnë të bëjnë ndarje, edhe unë kur ju them se unë bëj ndarje edhe në këtë kohë, shumicës ju duket e pabesueshme ose thonë nuk frekondohet. Por frekondohet, sidomos këtu në Durrës ku jam unë, koha është shumë e mirë, sidomos shtatori dhe tetori. Fundi shtatorit, tetori është super për blet. Kemi edhe meshkuj prezent, janë me polen po. Kështu që po i bëjmë një kontroll, nuk do mundohem ta mos ta tymosim edhe aq shumë. Dhe pse një diçka që më ndodh mua te këto ndarjet që unë i bëj tani në tetor,